E nderuar kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vetëvendosjes, zonja Arbriana Gofsi, të nderuar nënkryetar të Vetëvendosjes, zotëri Glau Konjufsa dhe zonja Mrika Limoni Myrtaj, e nderuara koordinatore për komitetet profesionale të lëvizjes son, zonja Dejona Mihali, i nderuari sekretar organizativ i lëvizjes, zotëri Alim Rama, e nderuara bashkëkryetare e Partisë Guxo, Donika Gërvalla, i nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës Dimal Basha, të dashur aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 60 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Tashmë është e qartë që në historinë tonë 12 vjeçare të pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, nga cikli në cikël, lëvizja jonë po rritet çdo herë e më shumë. Ky është një tregues që organizata jonë po bëhet alternativa më serioze dhe po gjen mbështetjen e qytetarëve edhe aty ku ndjehet më së afërmi bashkëqeverisja me qytetarin, pra nëpër komuna. Nga një komunë e fituar në vitin 2013, që ishte kryeqyteti, pra Prishtina, në 3 komuna në vitin 2017, që ishin Prishtina, Prizreni dhe Kamenica, në 4 komuna në vitin 2021, që ishin Podujeva, Kamenica, Gjilani dhe Shtimja, tash në vitin 2025, me 3 komuna të fituara pa balotazh në Podujev, Kamenic e Shtime dhe në 12 komuna të tjera në balotazh e shumë afër fitores. Nga 69 asamblesë të fituar në zgjedhjet e vitit 2013, në 127 sosh në vitin 2017, 176 në vitin 2021 dhe 177 në vitin 2025, dhe ato që si vjetë kemi pasur një zbritje të numrit të asamblesëve të përgjithshëm në mbar Kosovën nga 983 në 931. Kjo është rritja e vazhdueshme e lëvizjes vetëvendosje në nivelin lokal, që është dëshmi e punës, përkushtimit dhe mirëqeverisjes tonë edhe në nivelin qendror në vitet e fundit e edhe atë lokal. Komuna është adresa e parë e qytetarit, e vetëvendosjes siç duket po bëhet alternative vetëm e serioze që të dërgon siç duhet te kjo adresë dhe adreson brengat e zgjidh problemet me të cilat qytetarët përballen në përditshmërinë e tyre. Në 12 nga 18 komuna sa janë në balotazh, 2 nga të cilat me komunitete Pakic, Klokoti dhe Mamusha, ne si lëvizje vetëvendosje me kandidatët tonë që janë më të mirat për komunat përkatëse jemi në balotazh. Duam dhe ju duhet qytetarëve që vetëvendosje të fitojnë në të gjitha këto komuna ku është pjesë e balotazhit. Prishtina, Mitrovica, Gjilani, Prizreni, Peja, Gjakova, Vushtria, Raoveci, Fushkosova, Obiliqi, Kaçaniku dhe Vitia me 9 nëntor duhet dhe do të ishte shumë mirë e më së miri për qytetarët e këtyre komunave që numri 105, pra vetëvendosje të dalë triumfuese, sepse triumfi i kandidatëve të vetëvendosjes është fitoria e vërtetë e qytetarëve, e lagjeve dhe fshatrave, është fitoria e projekteve të mëdha të mirën e tyre, është fitore që nënkupton modelin më të mirë për qeverisje lokale për të gjithë banorët pa dallim. Se sa e rëndësishme është që fitoret tona të jenë të mëdha e thella, siç e kemi parë në nivelin qendror, po e shohim veçmas në nivelin lokal. Kudo ku lëvizja vetëvendosje është në balotazh me LDK ose PDK, këto të fundit po bëhen bashk kundër lëvizjes, me idenë që të pamundësojnë ndryshimet edhe në nivele lokale, me të vetmin qëllim për t'i dëmtuar kandidatët e lëvizjes, duke mos patur fare në mendje analiza të situatave lokale, e me raste ekstreme duke mbështetur edhe kandidat partia e të cilve qeveris apo ketë qeveris, si që thoshin edhe vet ata, në fushat në raundin e fundit edhe për 5 mandate. Janë bërë bashkë në fushë Kosovë, LDK e PDK,
aty ku LDK ka këtë qeverisur me komunën që 20 vjet. Por fitoren e Valën Prebrezës nuk ka koalicion të interesave të ngushta që e ndalë. Janë bërë bashkë edhe në Prizren, aty ku për 4 vitet e kaluara ka këtë qeverisur PDK, por s'ka koalicion që e ndalë fitoren e Artan Abrashit atje. Janë bërë bashkë, e s'poguzojnë ende të tregojnë, edhe në Kryeqytet, por Kryeqyteti e ka hajrin e vetë, e ka hajrullahun që ka koalicion me qytetarët e që do të dalë fidimtare. Pra, me imponime të marrëveshjeve nën tavolina nga PDK, LDK e AK, përveç se kanë minuar demokracinë e tyre të brendshme, nuk kanë dashur t'ia dinë fare për situatat lokale në komuna, ku për ta dëmtuar vetëvendosjen pranojnë që të mbështesin edhe qeverisit aktuale, të cilat i kanë kritikuar e s'kan lënë gjë pa u thënë për gjatë raundit të parë të zgjedhjeve. Këto 3 parti po e detyrojnë antarësinë që të votoj sipas direktivës e jo vullnetit. E çfarë ka bërë lëvizja vetëvendosje? Së pari, nuk ka bërë pazare me komuna, duke kushtëzuar marrëveshje komunë me komunë, sepse politika nuk është çështje pazarësh. Përtej bashkimit të vobekt të PDK e LDK, lëvizja jonë ju ka dhënë autorizimin e plot qendrave të saj në gjithë Kosovën. Aty ku nuk është në balotazh, që në bazë të analizës së situatës në komunën e tyre dhe nevojës për ndryshime, të bëjnë koalicionet e nevojshme lokale. Por tani, kur jemi vetëm 5 ditë larg nga balotazhi i 9 nëntorit, lëvizja vetëvendosje dhe strukturat e saj në 12 komunat ku garojnë, janë intenzivisht në teren dhe janë intenzivisht në punë për koalicionet e sinqerta e veçmas për koalicionet më të rëndësishme që janë ato me popullin. Shtabet tona lokale dhe nën shtabet tona gjithandej lagjeve dhe fshatrave janë në vazhdimsi në teren për të prezantuar planin ton për komunat, që është plani më adekuat dhe më i nevojshëm për qytetarët tonë. Secila votë është rëndësishme, andaj secila thirrje për secilin familjar, mik, koleg, shok e të njofshëm, nga secili aktivist, antar e mbështetës i lëvizjes vetëvendosje, është kontributi më i madh dhe detyra më rëndësishme në këto pak ditë të mbetura. Me qenë se të tjerët po bëhen bashkë kundër lëvizjes me marrëveshje nën tavolina, puna jonë duhet të shumëfishohet, sepse sinqeriteti ynë nuk ka dyshim që do të vlerësohet dhe oferta jonë serioze lokale përmes votës masive qytetare do të jetë vulë e fitoreve të mëdha në komuna. Gjithashtu, e rëndësisë së veçantë është edhe mobilizimi i votës së bashkëdhetarëve tonë. Të gjithë kandidatët tonë për kuvende komunale, ata që janë zgjedhur, por edhe ata të cilët nuk janë zgjedhur asamblesë, si dhe të gjitha strukturat tona organizative, është tej mase e rëndësishme që të kontaktojnë me secilin familjar, të afërm e të njohur, të cilët janë regjistruar si votues jashtë vendit. Çdo votë bën diferencën, prandaj secila votë është e rëndësishme. Me këtë rast ju bëj thirrje edhe bashkëdhetarëve tonë, të cilëve ose ju ka arritur ose do t'ju arrijë zarfi me flet votim në komunat ku lëvizja vetëvendosje garon në balotazh, që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar e ta ndihmojnë vetëvendosjen në misionin e saj për zhvillimin e lagjeve e fshatrave të komunave prej nga ata vinë. Në këto ditë të mbetura deri me 9 nëntor, ju ftoj të gjithëve që të mos ndalim për asnjë çast punën e angazhimit. Le të fitojmë e festojmë bashkë me 9 nëntor, e le ta fillojmë punën fuqishëm nga data 10 dhjetor për komunat. Të dashur aktivistë mbështetës, për një gjë dua t'ju siguroj, lëvizja vetëvendosje është fituese e 2025-ës, ka përqen fituese edhe në 2026-ën, po edhe vitet e ardhshme siç po duket, ndihmuar edhe nga mentaliteti vjetruar e ekstrem, jo bashkëpunues i partive të tjera. Sidoqoftë, kurdoherë e në çdo rast, ne jo vetëm që jemi të gatshëm për zgjedhje, por jemi edhe të përgatitur për to. Kemi dashur dhe kemi ofruar mundësi për zgjedhje qysh në qershor, kur e pam se nuk donin bashkëpunim. E kemi marrë disa herë prej tyre refuzimin e ftesave për bashkëpunim, gjersa na e kanë bërë të pamundshëm çfarëdo qeverisje me koalicion me ta. Jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve,
që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. Realiteti nuk ndryshohet nëse fillimisht nuk e pranon atë, e ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur. Të dashur qytetar e mbështetës që na ndiqni, sot unë dua të bëj një propozim të menduar mirë. E bëj këtë propozim jo për të bërë lëshim, sepse rregulli i demokracisë thotë që subjektet vendosin vetë, e për lëvizjen vetëvendosje as nuk vendos dhe as kur nuk ka për të vendosur ndonjë subjekt tjetër. Megjithatë, pas diskutimesh të zgjeruara e të thelluara në kryesinë e lëvizjes sonë, unë do të propozoj sekretar i lëvizjes vetëvendosje që jam, që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufsa. Këtë propozim e bëj për shkak të vlerësimit e besimit të madh që kam dhe që kemi të gjithë ne bashkë të Glauku, por edhe për shkak që të mos bëhen dy herë zgjedhje, edhe në dhjetor edhe në prill. Le të vazhdojmë me kabinetin e njëjtë që kam propozuar, unë marr vendin e Glaukut e Glauku timin, siç edhe jemi dakorduar mbrëm në kryesi bashkë. Le të votohet më pas buxheti i shtetit e buxhetet komunale, le të votohet plani i rritjes së bashkimit evropian për fonde të vlefshme, le të bëhen disa punë të domosdoshme e pastaj shkojmë në zgjedhje. Ja pra, po ja japim mundësinë opozitës që t'ja kursej vendit dy palë zgjedhje, sepse mjafton një herë në prill, kur paraqitet çështja e presidentes. Ne do të shkojmë përpara me tentimin e dytë, me mandatarin e dytë, Glauk Konjufsën, me qeverinë e njëjtë, me dëshirën më të mirë për shtetin e për vendin, për popullin e për të gjithë qytetarët pa dallim. Shpresoj të mos e keqpërdorin dhe të mos e humbin edhe këtë mundësi. Ne si vetëvendosje jemi gati për zgjedhje sot. Jemi gati edhe në dhjetor, në muajin e ardhshëm. Jemi edhe më shumë gati në prill, në vitin e ardhshëm. Por po e japim këtë mundësi si zgjidhje për këtë blokim të kotë, të shkaktuar nga kokëforcia e inati, nga kalkulimet e gabuara, blokim që po bëhet i dëmshëm, jo për lëvizjen vetëvendosje, po për Republikën e Kosovës. Opozitarëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Të dashur aktivist, në 2 dekada aktivizmi masiv e intenziv në lëvizjen vetëvendosje, Glauk Konjufsa na ka mësuar se ndërtimi i shteteve të zhvilluara ka qenë rezultati i një reflektimi afatgjatë. Forca e shteteve qëndron në thellësinë e themeleve të tyre. Drejtësia e themeleve përcaktohej nga bashkërendimi i dritës së mendjes me regjistrimin e përvojave. Shtetet e fuqishme janë ndërtuar mbi filozofi të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndërtuan nga ata që jo vetëm morën me vete filozofinë e Humit e të Locut, por ishin edhe vetë filozof, të kalibrit të madh si Paine, Jefferson, Adams e të tjerë, siç qëndrojnë në themel të Francës Descartes, Voltaire, Rousseau, apo të Gjermanisë Kanti, Hegeli e të tjerë. Mes filozofive të forta, filozofia më e fortë është filozofia e lirisë. Glauku nuk është filozof vetëm me formim universitar, por është dy fish i ndërtuar. Mishërim i filozofisë së lirisë si aktivist politik dhe i studiuesit të filozofisë si politikan shteti. Simpatizant i Hegelit, edhe ashtu siç e kuptonte ky lirin, Glauku është angazhuar gjithmonë për ndërtimin e realitetit të Kosovës sipas konceptit. Për ndërtimin e shtetit sipas konceptit shtet, si popull, territor dhe sovranitet, teksa shikonte se po na ikte territori, popullsia dhe sovraniteti dhe angazhohej bashkë me gjithë neve për t'i mbrojtur këto.
mbartës i kthjellësisë që në çastet e para të organizatës sonë, televizjes sonë, figura e pjekurisë si nënkretar për vite i lëvizjes sonë, shembulli i urtësisë si kryetari i Kuvendit të Kosovës, mjeshtër i komunikimit dhe argumentimit si ministër jashtëm i Republikës sonë, diku te 180 artikuj ka shkruar Glauku, duke përshkruar në detajin më të hollë dhe në horizontin më të lartë ditën dhe fatin e Kosovës e të shqiptarëve mbar. E në ato qindra artikuj, fjalime dhe konferenca, Glauku që prej vitit 2005 ka përshkruar në detajin më të hollë dhe gjithashtu në horizontin më të lartë të dhënën sociologjike dhe kulturore, politike dhe ekonomike, geopolitike dhe historike. Në këto përmasa, reflektimi ai ka treguar se çfarë nevojitet për caktimin e fatit të Kosovës. Ne jemi me fat të padiskutueshëm që kemi njohësin e mrekullueshëm të historisë të largët e të afërt. Ne jemi me fat që kemi njeriu bujar në miqësi e në bashkëpunim. Filozofi, histori, drejtësi, mendje ndritur e jona, të cilën ja rekomandojmë dashurisë sonë Kosovës. Të nderuar delegat, në situatën në cilën jemi, të shkohet në zgjedhjen e dhjetor, pa e miratuar buxhetin për vitin 2026 është rrezikim i qëndrueshëm, rrezikim i qëndrueshmërisë së shtetit dhe stabilitetit ekonomik të vendit. Janë, ju e dini, 85.000 shërbyes publik që marrin paga nga buxheti, janë 300.000 pensionistë gjithsej që marrin pensionin nga buxheti, janë 400.000 fëmijë që marrin shtesa nga buxheti, janë 10 mijëra fermer e mijëra biznese që marrin subvencione nga shteti. Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet. Kësaj vendi do të futej në një situatë të paprecedent nga e cila askush nuk e din se si mund të dilet. Do të ishte papërgjegjësi e thellë të shkohet në zgjedhje pa buxhet të miratuar. Argumentimi i opozitës për mos miratim të buxhetit që ne kemi proceduar në kuvend është se nuk duan të trajtojnë buxhetin e një qeverie në detyrë. Ky argument bëhet i paqëndrueshëm përballë faktit se në vitin 2020 ne si lëvizje e patëm votuar buxhetin anisejisht dorëzuar nga qeveria në detyrë e udhëhequr nga Abdullah Hoti vetëm që të mos rrezikohej stabiliteti ekonomik i vendit. Një mirëkuptim i tillë që vendos interesin shtetëror para mlefeve e inateve e interesave partijake, ashtu siç bëm ne në vitin 2020, aktualisht po i mungon opozitës. Prandaj caktimi i mandatarit të dytë në këto rrethona bëhet domosdoshmëri. Nëse ajo çfarë duhet për miratim të buxhetit, që nga që buxheti dorëzohet nga një qeveri fuqiplot, atëherë le ta votoj opozita një qeveri të udhëhequr nga Glauku, e cila e dorëzon buxhetin për miratim në kuvend të Republikës. E me këtë evitojmë edhe mbajtjen e dy parë zgjedhjeve brenda pak muajsh. Në vend se të paguajmë miliona euro për një palë zgjedhje më tepër sa që duhet, ato para mund të shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve. Pra, ky veprim i yni për mandatarin e dytë është në funksion edhe të miratimit buxhetit, i cili siguron pagat, pensionet dhe vazhdimsinë e pagesave që mbështesin ekonominë e vendit, si dhe eviton shkuarjen në dy palë zgjedhje njëra pas tjetrës në kohë shumë të shkurtër. Me këtë veprim, ne si lëvizje vetëvendosje edhe një herë tregojmë se interesi i shtetit për ne vjen në rend të parë secilën herë çdo herë. Ju falenderit shumë për vëmendjen dhe më lejoni që të kërkoj miratimin e Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje për ta dërguar emrin e Glauku Konjufsës te presidentja e Republikës Vjosa Osmani për tentimin e dytë për formimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit edhe një herë.